Atmosferë bukur, këngë bukur, faleminderit Korab, sigurisht do të bisedojmë më vonë, e ne I rikthehemi mysafires tonë të radhës, zonja Zotri. Në vitin 1990, Kosova po dilte nga një gjendje shumë e rëndë, po më shumë ëndra. Të gjithë ëndronim. Edhe dikush që ishte shumë e bukur, ëndronte, në mos asgjë në Kosovën mundësisht demokratike apo të lirë të bëhej mis. Dhe u bë mis zonja Zotri, Afërdita Paçarada. Afërdita, çfarë të sjell në mendjen tënde, në shpirtin tënd ajo ditë, ai moment kur u zgjodhe mis, se llogaritet si misi I parë në Kosovë? Po, është e vërtet, është zgjedhja e fundit në ish Jugosllavi, faktikisht e para në Kosovë, që është mbajt në Prishtinë, organizuar nga revista As e Sarajevës, e që më vonë finalja është mbajt në Split të Kroacisë. Si çdo garë, si çdo luftë, mos them, si çdo përjetim dhe ajo ka eksperiencën e vetë dhe kujtimet e veta. Në atë kohë ka qenë një përjetim I këndshëm, për arsye se pikë së pari falenderohem prindëve të mi për përkrahje që më kanë përkrah në realizimin e ëndrës sime si 17 vjeçare, normal, dhe kam arrit ato çka unë kam dashur, e më vonë kam realizu synimet e mia në botën e modës, duke fillu në Itali, më pastaj në Londër, ku edhe jam drejtu, jam përcaktu në profesionin tim, në dizajn të modës, sepse unë jam e diplomuar në degën e dizajnit të modës në Londër, do të kjo ka qenë një piknisje imja drejt karierës edhe përcaktimit të asaj se çka dua të mirë në jetë. Edhe pastaj se doja të ndërhyja atë me të thonë, për zotin ke qenë shumë e bukur, 2 janë I ki tranu. Dhe je shumë e bukur. Mas tërë kësaj përvoje që keni kriju, jeni këtu në Kosovë, keni organizuar evente të ndryshme, nga të shumta, sidomos në botën e modelimit, dhe pastaj edhe fazat të tjera të jetës. Sot çka bën Afërdita Paçarada? Unë plotësisht jam e përkushtuar në karrierën time, në profesionin e dizajnerës, dhe si shtatë më herët unë kom fillu punën si modele, që më ka jep një eksperiencë shumë të mirë për të vazhdu në këtë profesion. Më pastaj, pas lindjes së fëmijëve, e kam bë një pauzë dhe jam kyç së bashku me bashortin tim Gazmendin në biznes, cila ka qenë po ashtu një eksperiencë shumë e mirëseardhur për të vazhduar sot këtu ku jam, edhe pse tash mund të them që rikthehem në modë, sepse koleksionin e parë e kam prezantuar bashkë me Djellza Kurgesin në vitin 2002, ku edhe kemi jep një kahje tjetër modës me prezantimin e koleksionit në fashion show, kanë qenë të ftuar mbi 200 persona, fytyra publike, ndryshme personalitete. Dhe sot jam e përkushtuar plotësisht në karrierën e dizajnatorës, ku jo shumë larg në vitin e kaluar, në dhjetor, kam prezantuar dhe koleksionin e fundit Miss, që është mirë pritur shumë, për arsye se edhe kam dashur që me punën time të ngriti edhe një kauz, të sensibilizoj një gjë shumë të rëndësishme, vedisimin e femrës për diagnostifikimin e hershëm të kancerit, gjë që është një pikë e cila po rritet dita e ditës më shumë. Shfrytëzoj rastin t'i falenderoj gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kanë qenë kam shpreh vullnet të bashkangjiten kësaj kauze, duke filluar prej gjitha miseve, sepse koleksioni ka qenë I prezantuar prej gjithë ish miseve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, edhe bashkëpunëtorëve tjerë që më kanë ndihmuar me realizu këtë event shumë të rëndësishëm, televizionit 21, që ka qenë sponsor medial. Ashtu, unë pikërisht doja t'ju pyesja sepse ju sa keni arrit dhe ju ja keni arrit që punën tuaj ta ingranoni në segmente humanitare dhe kjo është mirë. Afërdita, kur njeriu ndjen dhimbje, atëherë është I gjallë, por kur ndjen dhimbjen e tjetrit, është njeri.
pajtohem, pëlqen thënia, është shumë e bukur. Është e vërtet se cili njeri ka ndjenja të ndryshme edhe përjeton gjanat në mënyra të ndryshme, që nuk do të thotë që dhimbja e tjetrit mund të jetë e njëjtë, mirë po ai i cili me të vërtet e ndjen vuajtjen apo edhe qoftë edhe gëzimin e dikujt tjetër, mendoj që është njeri me plot kuptimin e fjalës. Afrodita. E keni thonë shumë bukur, jeta ka 4 kuptime, të duash, të vuash, të luftosh, të fitosh. Çfarë dashuron më shumë në jetën tuaj? Unë pikës pari, mund të them, e dua jetën, dhe jam e falenderume që çdo ditë, çdo mëngjes jam në këtë jetë, i adhuroj, i dashuroj, i dua fëmijët e mi dhe bashkëshortin tim, edhe të gjithë njerëzit që kanë qëllime të mira në jetë, të cilët e ndajnë dhimbjen, që din të luftojnë, din të vuajnë, din të gëzohen. Kënë djerë vujtje ndonjëherë? Po, nuk do të isha njeri nëse nuk do të isha ndi vujtje, patjetër. Kur keni luftuar më shumë në jetën tuaj? Fjalën luftë, nuk e kisha përdorë si luftë. Ndoshta jam ballafaqu me eksperienca të ndryshme. Luftë munde me cek momentin kur e kam fitu smundjen kundër kancerit, cilën e kam pas para 2 viteve. Ajo ka qenë, do të thonë, lufta ime vetme në jetë, ku unë e kam fitu betejën. Unë e kam pas fatin se ka qenë faza e parë dhe arsyeja pse unë gjithmonë e ceki pothuajse në shumicën e intervistave është për shkak që mendoj që në qoftë se mund të jap një pikë kontributi që një person mbasi që e shiqon këtë emision e ndjen veten të vetëdijsuar të bëjë një kontroll të përgjithshme, mendoj që kemi obligim njerëzor për të gjithë njerëzit të kontribuojmë nga eksperiencat tona. Edhe kjo është arsyeja. Po Vjosa? është jashtëzakonisht e rëndësishme që secili prej nesh, pavarësisht çfarë profesioni kemi, të ngërthejmë atë pjesën humanitare në të, dhe kjo që e ka bërë Afrodita vërtet është e jashtëzakonshme, sepse duhet potencohet që në 98% të rasteve kur kanceri i gjirit detektohet apo vrehet më herët, ato gra mbjetojnë. Prandaj është më rëndësi që kjo të përmendet në çdo emision. Ne tani si grup i grave deputete, pavarësisht partisë politike, kemi fillu projektin e mamografisë mobile, ku janë mbledh me 10 mijëra euro prej donacioneve të ndryshme, dhe tani ai mamograf do të lëviz në përqendra të ndryshme të Kosovës, përfshirë edhe vendet më të thella rurale, në mënyrë që këto gra që nuk kanë mundësi që të shkojnë tek mjeku, qoftë për shkak lagësisë, qoftë për shkak se nuk kanë mundësi financiare, ta kenë mamografin të dera. Dhe vërtet ne shpresojmë që ky projekt realizohet, dhe po ashtu televizioni 21 vërtet na ka përkrahur, dhe shpresojmë që kjo vëmendje mediatike te kjo sëmundje të mbetet, sepse vetëm kështu mund të vetëdijsohen njerëzit, dhe ky vetëdijsim besoj që mund të shpëtoj jetë. Dhe pikrisht neve në këtë emision kemi sjell i cili shiqohet pa fond, kemi hapur këtë temë me një femër afërsisht perfekte. Mos të bëhem pretencioz, e cila do të ishte vetvetja, beson vetvete dhe ka shumë shije. Duke pas shumë shije, fustan të bukur për vete, fustan të bukur për... Vërtetoj këtë që unë ndjej shumë keq që nuk jetoj këtu në Kosovë dhe nuk jam shumë informuar rreth çka ndodh këtu në Kosovë, dhe pse jam larg, unë mundohem të jem më afër informacioneve dhe sinqerisht gjithmonë jam mundu të jem e sinqert dhe jam nga natyra tipi tillë. Kur më kanë marrë sot në telefon Afrodita, unë kam dëgju për te për mamet edhe prej shumë gjeneratave tjera që është një femën shumë e bukur, ato s'kam nevojë ta them ajo shifët. Dhe sot kur shkova, vërtet unë ndjeva shumë krenare që ekziston një shqiptare shumë e suksesshme, shumë e bukur, që në fillimet e asaj, sepse në shqiptarët fatkeqësisht e kemi atë
pak jemi të prapambitur, duar ta them, po më vjen shumë mirë që ka njerëz të tillë që mundojmë që gjitha femrave të na hapin syt dhe tregojmë se ka gjëra të bukura në jetë dhe duhet kujdesemi më tepër për vetë.